Nëse keni fletën e analizave të gjakut me vlerat e yndyrnave, do ju ndihmoj si të përcaktoni vetë juve tani në çast rrezikun ndaj një sëmundje të zemrës, ndonjë goditje në zemër apo më keq akoma të rrezikun për ndonjë infarkt miokardi. Shikoni tek vlera e analizave të yndyrnave. Shikoni dy vlera, atë që quhet trigliceridet ose TG dhe atë që quhet HDL ose kolesteroli i mirë. Pjesëtoni trigliceridet, vlerën e trigliceridit me HDL-n. Dhe shikoni, në qoftë se kjo vlerë është më pak se 1.5, ju jeni në zonën e papërfillshme të ndonjë rreziku të problemi me zemrën. Në qoftë se kjo vlerë është ndërmjet 2 dhe 3, tregon që diçka ka filluar të mos jetë në rregull me shëndetin tuaj. Përpiqeni ta gjeni këtë gjë me analiza të tjera ose me vizitë ke mjeku. Por në qoftë se kjo vlerë është më shumë se 3.5, atëherë kjo tregon që ju jeni në një risk të lartë kardiovaskular, të zemrës edhe të problemeve të enit të gjakut. Duhet se s'bën të bëni një EKG, të bëni një vizitë jo ke mjeku i familjes, po ke specialisti, ke kardiologu ose në spital, duhet bëni një ekzamenim të plot, EKG të tjera. Unë do ju përcaktoj edhe që në këto sëmundjet e zemrës ose infarkti miokardit që për të cilin do flasim sot, shkaktohet nga ajo pllaka aterosklerotike që i themi neve, ose më saktë nga çlirimi i një trombit nga kjo pllaka aterosklerotike, dhe çlirimi i saj do të shkaktojë vdekjen e pjesës mbrapa të zemrës. Zakonisht të gjitha personat që kanë infarkt miokardi kanë ose diabet tipi të parë, diabet tipi të dytë, mund të kenë hipertension, presion të lartë të gjakut, obezitet, duhan pirje, jetë shumë stresuese, pra gjithçka që ka të lidhje me sindromin metabolik që ju thash. Por nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me kolesterolin. Pra siç ju thash dhe në videon e kaluar, rreziku ndaj kolesterolit është i 13 në listë, dhe shikoni videon paraardhshme për të shmangur këtë lloj keq kuptimi që krijohet shpeshherë në tek të smurt me zemër. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe dua t'ju them se me këtë video se sëmundjet e zemrës në mbi 90% të tyre janë të rikthyeshme në normalitet. Pasi të shmangim atë problemin metabolik kryesor që i shkakton ata. Nëse jeni pacient me probleme kardiovaskulare ose dhimbje kraharori, jo tipike, zakonisht, bëni një kontroll të rregullt ke mjeku kardiolog ose ai familjes ose ai specialist. Shpërndani këtë video tek kushdo që njihni dhe që ka ndonjë problem me sëmundjet e zemrës, sepse do t'ju japni një lajm të mirë dhe një shans të dytë për një jetë më së normale. Siç ju thash videon e kaluar, zemra ose dy zemrat, janë dy zemra, e majta dhe e djatha, secila prej tyre ka vetëm një artere koronare. Janë dy që dalin, një për të majtën, një për të djathtën. Dhe janë të vetmet, nuk ka shans të dytë. Gjithë pjesët e tjera të trupit, të organet, truri ka 4, ndërsa zemra ose e majta ose zemra e djathtë kanë vetëm një. Nuk kanë opsion të dytë. Po u dëmtua ajo, po u bllokua, atëherë ndjehet që pacienti do të detyrohet të shkojë në kirurgji ose të vendosë unazat ato stendet që quhen ose të përdorë kirurgjin për të bërë bypassin. Kjo është mjekimi konvencional kudo në botë. Siç u thash, në këto pllaka, në këto arterjet formohen disa pllaka. Këto pllakat formohen në pjesë tjera të trupit. Po siç u thash, pjesët tjera të trupit dalin ngadalë dhe gradualisht kanë kohë, krijojnë enë ansore, kolaterale, ndërsa në zemër, nga që është vetëm një dhe është edhe po të tentohet të krijojnë këto kolateralet, duan kohë, ndërkohë që dëmi është më i madh. Dhe kjo është problemi pse që zemra është gjithmonë problem, infarkti miokardi. Përveç sëmundjeve të lindura të zemrës, dhe atyre infektive, shumica e gjithë këtyre patologjive shkaktohen nga rezistenca ndaj insulinës, janë sindrom metabolik dhe hiperinsulinemia, insulinë e lartë dhe rezistenca insulinës. Duke futur tu edhe duhani, dhe duhani këtë shkakton, insulin resistance, po ashtu edhe alkooli. Të dyja këto probleme, insulin resistance dhe hipertensioni, do të dëmtojnë glikokalix. Siç ju thash, ke hipertensioni, ke video mbi presionin, gjithë enët e gjakut në trupin tonë, të gjitha, kanë atë shtresës si tapeti palosur nga brenda, ai që quhet glikokalix. Kjo mbron enët e gjakut nga agjentet, nga patologjit, nga mikrobet, nga viruset. Pra është një shtres ndihmuese që ndihmon shkëmbimin e ushqimit me qelizat, por ama nga krau tjetër krijon dhe një farë mbrojtje fizike për enët e gjakut. Kur kemi insulinë të lartë, insulina e lartë do të dëmtojë pikërisht këtë mbrojtje, dhe ajo do ngelet e zbuluar. Pra ena e gjakut do ngelet e zbuluar. Nuk do kemi më çlirim të oksidit të azotit, i cili liron enën e gjakut.
po do kemi ngushtim të enës së gjakut. Dhe zbulimi i këtij paretit do të shkaktoj e bën atë shumë të prekshme ndaj çdo lloji mikrobi, virusi dhe sidomos infeksionet nga goja, siç e thash, nga zorët. Më e theksuara ke zorët folëm është LPS-ja, lipopolisaharidi. Gjithashtu marrja e omega-6 nga jajrat vegetale dhe sidomos konsumimi i tepërt i glukozës, fruktozës, sepse krijojnë atë që quhet advanced glycation end products ose ngjitshmërinë, atë zamkimin siç e thashëm. Kemi mikrogrimca, kemi kimikate të ndryshme helme, qoftë edhe tymi makinave. Këto do dëmtojnë thelizat epiteliare të enës gjakut. Pra, ka ikur mbrojtja glikokalix, ai tapeti që na mbron, kanë ardhur mikrobet ose agjentë jashtëm, kanë dëmtuar qelizat epiteliale të enës të gjakut. Çdo lloj dëmi që shkaktohet jep një sinjal. Dhe çdo qelizë që çliron një sinjal ose një citotoksin për të kërkuar ndihmë. Dhe dihet që kush është ai që ndihmon ose që rregullon gjithë këto problemet është kolesteroli ose LDL kolesteroli. Atë që quhet kolesteroli i keq, faktikisht kolesteroli i mirë. Ai shkon don të rregullojë. Të rregullojë këtë problem që ndodhi aty. Kolesteroli shkon dhe ngjitet ose si më thënë oksidohet. Oksidohet duke hequr këtë agent të huaj, zakonisht LPS-n, me fjalë, siç tha lipopolisaharidin, dhe ai me fjalë bëhet i pavlefshëm, por aman ka hequr rrezikun dhe mbulohet në atë paret si tip suvaje, e mbulon atë. Dhe ky kolesterol që tani quhet small dense density, ai nxit prodhimin e makrofagëve nga sistemi jon imunitar. Makrofagu shkon dhe e gëlltit atë dhe e cimenton. Pra, kjo është pllaka aterosklerotike, pllaka në enët e gjakut. Ajo është cimentuar, problemi u zgjidh, u rregullua, por aman kemi atë gungën, brenda kemi atë gungën, ato pllaka krijon një gung, ngushton atë lumen, atë ngushton diametrin e enës së gjakut. Duke ngushtuar kjo enë e gjakut, pjesa mbrapa kësaj ene të gjakut, ku gjaku kalon, do marrë çik më pak gjak, do marrë edhe më pak oksigjen. Dhe sidomos në këto raste kur ajo është çik e smadhuar, kur ky problem vazhdon më tepër dhe është e smadhuar, kur personi ose pacienti bën një sforcim, një aktivitet fizik, ngjitje shkallësh dhe do ndjej dhimbje zemre. Dhimbja e zemrës është pikërisht se kemi oksigjen shumë të pakët në enët e gjakut që kalon më brapa dhe kemi disa ose çlirim të sinjalit nga këto qeliza ose vdekje të këtyre qelizave dhe duke dhënë këto helmet ose toksinat, sistemi jon nervor e ndjen dhe jep ndjenjën e dhimbjes në mënyrë që ne të ndalojmë të mos kërkojmë oksigjen sepse ka rrezik. Pra, siç u thash, kur u thash që shikoni trigliceridit dhe HDL-n, trigliceridi nxit prodhimin ose çlirimin e trombit, sa kjo pllaka aterosklerotike se tash u cimentua. Nëse kemi triglicerid të lartë në gjak, me fjalë, ajo mund të tentojë të shkolisë një pjesë të kësaj pllake, ajo që quhet tromb. Pra, trombi është ai që shkakton infarkt miokardi, nuk është pllaka. Pllaka u rregullua. Kolesteroli kryo punën e tij, makrofagu e gëlltiti, krijoi atë cimentimin, por aman kur kemi trigliceridet të larta në gjak dhe agjentë të tjerë, po flasim për trigliceridet, por yndyrnat, ai mund të çlirojë, të shkolisë një pjesë të trombit dhe të krijojë trombozën ose infarktin e miokardit. Pra, dëmtimin, bllokimin dhe vdekjen e qelizave. HDL-ja ose kolesteroli i mirë është ai që e rregullon ose nuk e lejon këtë pllakë aterosklerotike të krijojë tromb, të shpërbahet. Në kushte normale, nëse ne kemi prodhimin e këtij trombi, siç e thash, ne kemi edhe atë që quhet krijim trombi ose problemin me fibrinogenin, i cili krijon trombi, e ngjit dhe jep bllokimin e enës gjakut, por ashtu kemi edhe trombolitik ose element të cilët e shkrijnë këtë. Në kushte normale, edhe këto shkolitet e vogla të trombit mund të treten nga vetë gjaku. Por njëkohësisht, nëse pacienti është në spital, për këtë arsye jepen edhe hollus gjaku, aspirina, Plavix e të tjera. Një shkaktar madhor për këto pllakat, krijimin e pllakave vegetale, e pllakave aterosklerotike janë vajrat vegetale. Dhe shpesh në autopsi janë gjetur sepse në këto pllaka ndodhet jo vetëm kolesterol, por edhe kolesterol bimor. Kemi kolesterol shtazor dhe kolesterol bimor.
kolesteroli bimor janë fitosteroli, kampesteroli, oksitosteroli, por që kanë formulë pothuajse të njëjtë me kolesterolin ton njerëzor. Pra, u bë një studim në Amerikë, i zgjati goxha vite, rreth 16 vite, me 28.000 pacientë në shtetin e Minnesotës në Amerikë. Dhe ç'a bën, zvendësuan në atë çmendurinë e kohës 1980-ën, zvendësuan yndyrën shtazore me vajra vegetale, se tha doan që fajtori janë vajrat shtazore ose yndyra shtazore. Dhe pas shumë viteve është observimi, u pa që tek femrat u rrit rreziku ose u rritën numri i infarkteve të miokardit rreth nga 47 deri në 61%. Një shumë jashtëzakonisht shumë e madhe. Ndërsa ke meshkujt ripërsëritja e infarktit të miokardit, ke ata që merrnin vajra vegetale u rrit me 60%, 61%. Pra, kjo hodhi poshtë, hedh diçka poshtë, është mos e provuan 28.000 pacientë, është s'ka më tepër, stadi është $700 milion stadi. Sa i përket mjekimit, ç'a bëhet me mjekimin? Është, siç u thash, mund vendosen stenda ose bypass. Bypassi ose merret e gjaku ose nga krau ose nga këmba, zakonisht vena safena që quhet ke kërciri, dhe përdoret me 1, 2, 3, 5 lidhje. Disa herë përdoret edhe një marrja e një arterie, si quhet arteria mamare superior, dhe lidhet direkt ke ena gjakut aty ku është bërë dëmtimi. Gjithashtu përdoret edhe mjekimi, zakonisht ajo që quhet 4A, përdoret aspirina si trombolitik, shkrirës dhe antiinflamator, përdoret atorvastatina nga statinat, përdoret atenololi si beta bllokues, edhe përdoret ACE inhibitor, zakonisht ramapreli. Po, stimulon statina nuk është se justifikohet, gjithë studimet kanë treguar që marrja e statinës ka krijuar më shumë dëme se sa përfitime. Do bëj një video vetëm për statinat, jo vetëm për zemrën, po për përdorimin abuziv që bëhet. Nëse dikush ka pësuar infarkt miokardi, është e justifikueshme që sepse bëhet llafër jeta vdekje dhe akoma s'ka studime 50 vjeçare për këtë punë. Po për të tjerë që nuk kanë pas infarkt miokardi, statina tonë është gabim që të përdoren me fjalë. Kush është mjekimi ose kush është trajtimi ose kush është arsyeja e kësaj videos? Kush është lajmi i mirë? Si të menaxhojmë këtë sëmundje? Bëhet fjalë për ketonet. Kanë folur edhe në videot e tjera për ketonet. Unë do i quaj ato janë mjeku jon i vetvetes, mjeku i gjithçka, që bën gjithçka. Por aman është i heshtur brenda, nuk del, nuk është i gjendshëm, nuk e marrim dot në ushqime. Mund ta blejmë nga jashtë, kam thënë herë të tjera, është i shtrenjtë, po është brenda nesh. Ne mund ta prodhojmë atë vetë në fjalë në dy mënyra, siç kam thënë, agjërimin edhe nëpërmjet dietës keto ose carnivore. Pse ketoni? Çfarë bën ketoni në këtë rast? Ketoni ka energji, pra është njësoj si glukoza, ka energji, 4 kalori me fjalë. Por ama nuk lëshon mbetje, është totalisht 100%, pothuajse 100% i pastër. Nuk lëshon mbetje. Zakonisht glukoza, acidet yndyrore digjen dhe lëshojnë mbeturina. Dhe qeliza i nxjerr jashtë në hapësirën ndërmjet qelizave. Ketoni nuk lëshon këto mbetje. Jashtë zakonisht shumë pak, me fjalë, është energjia më e pastër që kemi ne në trup. Pra, qeliza ka nevojë për energji, atë energji do marrin. E dyta, ketoni kërkon 32% më pak oksigjen se sa glukoza ose acidet yndyrore. Dhe siç u thash, në rastin e dhimbjes së zemrës, pse kemi dhimbje, se kemi ishemi ose kemi mungesë të oksigjenit në atë zonë, është pikërisht sepse ky oksigjen nuk arrin dot të shkojë në qeliza që të prodhohet energji. Është dhe bllokuar, shkon shumë pak. Duke marrë ketonet ose duke prodhuar ketonet, ne arrim ta suportojmë këtë lloj problemi dhe ketonet marrin 1/3 më pak, pra arritet 1/3 më shumë energjia me njëherë në trupin tonë. Gjithashtu, ketonet shtojnë qarkullimin e gjakut me 28% nga zemra. Pra shtojnë punën e zemrës rreth 28% ose 2 litër për minutë më shumë. Dhe duke rritur ejection fraction me 8%. Ejection fraction është prurja e zemrës, sa zemra hedh. Nëse zemra ka 100 ml dhe hedh 50 ml, i ngjelet 50. Kjo prurje është 50 ml ajo që hedh jashtë.
Zakonisht duhet jetë 55-70% prura e zemrës, mbi 70% quhet e shkëlqyer, ndërsa kur është më pak se 40% e kemi atë që quhet pamjaftueshmëri ose të shtim të punës së zemrës. Por kur ama ne japim 8% ekstra me anë të ketoneve, këtë ejection fraction, pra rrisim më shumë volumin e zemrës me 8%, jo vetëm që ndihmojmë zemrën, por ama pacienti mund të edhe kualifikohet për ndonjë kirurgji të ndryshme në trup, i cili nuk kualifikohet nëse ishte më pak se 40%. Nga 40 ne çojmë 48%, ne çojmë pothuajse afër normales. Gjithashtu, ketonet prodhojnë 20% më shumë energji ose ATP. ATP është energjia që prodhohet në trupin tonë sesa glukoza. Për të njëjtën sasi gramësh ose 100 gram sheqer, 100 gram ketoni prodhoj 20% më shumë. Që është jashtëzakonisht shumë. Në rast të infarktit, gjithçka që bëhet luftë është sa më shumë energji qelizave t'u japin mundësi ushqim energji qelizave. Në atë pak vend që ka ngelur që kalon gjaku. Gjithashtu, ketonet nxisin rikrijimin ose rigjallërimin e qelizave të reja muskulare të zemrës, duke ndikuar në ADN-n, edhe të bërthamës, po edhe të mitokondreve. Pra, nxisin një protein që quhet histon. Histoni është ai që gardiani i ADN-s tonë, i ADN-s së trupit tonë. Histoni vendos çfarë do bëj ADN-ja, do nxitet, do frenohet. Pra, ketoni realisht nxit ose i jep histonit, kësaj proteina, i jep një nxitje i cili pastaj detyron ADN-n e qelizës sonë të bërthamës ta aktivizoj gene të ndryshme që të rrisin metabolizmin e qelizës, në mënyrë që qelizat të prodhojnë më shumë energji. Dhe sa më pak ose sa më shumë stres, rezistencë ndaj stresit, se qeliza ndjen stres kur ka mungesë oksigjeni, ndërkohë që histoni në këtë rast ja i heq këtë mundësi të ketë stres të madh. Dhe e shtata, që është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë fotografi këtu, në këto dy fotografi, do shikoni çfarë ndodh. Sa më shumë zvogëlohet ena e gjakut, aq më shumë dalin këto enët anësore, do që të bëjnë rilidhjen. Pra, ketonet nxisin epitelin e enëve koronare në mënyrë që ato të krijojnë më shumë enë ose deg anësore dhe kolaterale, dhe është ajo që do të kthej normalitetin sa më shpejt të zemrës. Pjesën e dëmtuar do ta rigjallërojë, do ta kthej në normalitet. Sigurisht nëse nuk ka ndodhur nekroz totale ose infarkt totale, vdekje zakonisht. Kjo do të çrojë zemrën dhe kjo do na kthejë ne në jetën aktive, jetën normale. Mbajini mend se mos të fundit ndodh në mënyrë natyrale në trupin tonë, po ndodh me goxha muaj, me goxha javë kërkon, ndërsa me ketonet kjo ndodh jashtëzakonisht shumë shpejt, brenda disa orësh, maksimumi pak 2-3 ditë. Pra, zemra shpëton fillimisht dhe pastaj rigjenerohet shumë shpejt se sa në rastet e tjera. Në kushte spitalore, unë do rekomandoja që çdo pacient familjar ose mjek të shmangin ato ushqimet me çfarëdo lloj produktesh që kanë brenda sheqerna, karbohidrate, brumra, çdo lloj gjë tjetër, me fjalë pak ushqim shtazor dhe yndyrna dhe të kenë mbaj agjërimin e gjatë në mënyrë që ne të krijojmë prodhojmë ketonet. Disa klinika në botë përdorin ketonet nga jashtë, jepen nga vena, nga ana venoza ose nga ana e gojës. Për një kohë të gjatë janë çik të shtrenjta, por në këto raste me fjalë gjithsekush mund t'i përdorim, nuk e di në Amazona, nuk e di nëse spitalet tona kanë atje. I keni falas brenda vetes me fjalë, mjafton ti prodhoni vetë me fjalë, përpiquni të prodhoni me fjalë, do keni një përfitim dhe një jetë shumë të shëndetshme për gjithçka tjetër. Qofse ne agjerojmë rreth 18, 24, 36 edhe më shumë orë me fjalë, qofte edhe smurt jetë pacienti atje, duke shmangur karbohidrate nga dieta, edhe duke ua kam shpjeguar ato në të gjitha, pothuajse në gjitha videot e mëparshme. Mirë miq, ky është shpjegimi i sotëm mbi infarktin e miokardit, plakat aterosklerotike në zemër, si dhe ketonet shëruese, ato që na shërojnë, ata janë mjeku i joni vetvetes. Like, subscribe dhe shihemi në videon e ardhshme. Ju uroj shëndet dhe rikthim në jetën e mëparshme sa më shpejt. Mirupafshim.